Në po ishtu asnjë pikë asnjë presje, rasti i fundit i Astritit është vazhdimësi e rasteve që po përpiqen që të ndodhin në raport me përpjekjet për mashtrime dhe në raste shëndetësore. Kohëve të fundit edhe Astriti, përveç smundjes së djalit, është duke u përballur edhe me disa persona që po përpjeken për me mashtru dhe me përfitu në kuadër të këtij rasti Astrit. Mirëmëngjes fillimisht, po faleminderit që përsëri me Klan Kosovën. Apo na kallzon shkurtimisht me çfarë rasteve po përballesh kohëve të fundit dhe si po përpiqen persona që të përfitojnë në kuadër të në krah të smundjes së djalit tënd. Domethënë me siguri tash opinioni është edhe i njoftuar se kjo bëhet pak virale këtë smundje e djalit tem, oko në rast i parë që publikoi një konto, ku na nuk kemi jep lejen kërkuina për me publiku një konto, ndoshta edhe o publiku me një qëllim të mirë, po nuk okon konto e janjo, punë të na u dufta kontën teme me postu edhe rasti për më mosh qetësu se kon para 3 ditëve kur ka kontaktu një person të paraqit si biznesmen, si shok i ngushtë i mentor Petrelis, profesorit në Derum, që ka thonë e dërgon një shumë për 15.000 eurove për mi mbulu edhe shpenzimet të tjera të tretmanit djalit, edhe ma vonë lyp këton kohën e pagun të një komision bank, edhe të në natë të dërgojnë pare, 4-5 e përmendi komisionin, të na unë e faktike shkode kompo që vëdo me mashtru, ja nisi me më kërstu, se e tiri profesorin e ndëru, ma ndolim një kini në spital, edhe ja nisi të na me në shojtë me më kërstu, e që të vëdo me ju thonë shikuzve, mos vini projektive mashtruzve, se nëse dikush do me bo banërsi, a nuk vetë as për komision, as për kur gjëheq. E gjithmonë këta mashtrus të matrapoza, këta lypi një favor me ju kry, edhe ta në ju premtojnë që ju dalin si mu qësh më ka thonë, të i pagun një shumë konsiderush më ratë ka zëmë njësër so, edhe në bas djorëve të dalin në ty mjetet financiare. Dhe më të shkjo skema këta mashtrus që ka e përdorin, për me përfitu ju diçka, duhe një mas parti ju me jep diçka për me marrë diçka. E këto ju në krejtë dhe më mashtrime, një skema me cilat ju më ballafaqu njerëz, ka pas dhe raste domethënë që kanë ndodhur kjo, kanë pagu pare, edhe ju kanë shku pare, të nuk kjo dhe më bëj këtë postimet për jetëve sociale, na ti mbulojmë, do më bëj dom 2 on, tash unë edhe unë mos më kon transparent me njerëz me thonë që tash i postimet, do mos pas kanë ndodhur këtë gjë. Kjo është. Megjithatë, Astrit përfund ju keni pasur persona të cilët e kanë gjetë mënyrën direkte dhe korrekte për më ndihmu. Po shumë i falenderoj krejt bamirësat, se mos më kon ata. Do shtë djali sot nuk i shkon me neve, i kada për rikuperohet, është të kalor rrugë gjatë para neve, duhet tash me caktu, tash me jabë bëqa testin genetik, cili gene ka kriju qëtë mutacion, do më dhëmë hapë pas hapi, djali për momentin nuk mundet më shkon shkollë, shonë që do më thonë, nuk është tash asë përsi do të më kujdes për to, po dhëmë faliminderes krejtve, shpje ka zotë për populli bujarjena, na jena popull me gjithë vundit për në zemë të madhe. Faliminderit shumë, Astrit. Pra studio, kjo është përse i përket rastit e Astritit, që është një për rase fatkesisht që po vazhdon me u bo si përpjekje për me përcëtu në krah të dikuj tjetër. Faleminderit shumë për mundësinë e paraqitjes për ne dhe për Astritit. Faleminderit Valdren,